Jemi diku rreth 75 punëtorë. Jemi mundu me të gjitha format paqësore që të merremi vesh me akteret që janë përgjegjës për këtë lami, po deri me tani nuk kemi pas ndonjë rezultat. Prandaj edhe kemi vepruar në këtë formë. Ne do të kemi pasoja jashtëzakonisht mëdha që as vetë nuk di me i kalkulu, nuk muj me thonë se sa mund me na dal ose me na ngritur rryma tani për tani. Nuk e di. Ne do të vazhdojmë me protesta tjera në rast se organet kompetente nuk ndërmarrin diçka, atëherë ne gjithsesi do të vazhdojmë me protesta deri në bllokimin total të rrugëve dhe do t'i mbyllim të gjitha se s'kemi mundësi me vazhdu ma tutje. Tu është problemi. 2 kërësit si pas policisë, 2 kërësit të tiruat e doli, punëtuat me së të qiklene. Mendoj që drejta është në unën tonë, sepse të gjitha bizneset nasë një rrethon nuk kanë mundësi të përballojnë këtë gjendje qoftë se kalojmë në tregun e lirë të rrugës. Ne nuk jemi kundër tregut lirë dhe jemi për të bërë tregu i lirë, po tani për tani është një monopol, sepse kemi vetëm një kompani që quhet Kec apo Ket, edhe vetëm ajo na oferton rrymën. Prandaj ne nuk s'kemi tjetër rrugë. Qoftë se thojmë tregu i hapur, atë tregu i hapur duhet me pas edhe kompani tjera konkurruese. Prandaj lus organet kompetente që le të ndërmarrin diçka, se përndryshe neve do të na çojnë në një kollaps ose mbylljen e të gjitha bizneset. Ju kërkoj ndjes juve që nashta edhe dikane kemi lënë keq, po nuk kemi çare pa punë. Shënjestër.net